Një mbrëma miq, vazhdon nata e 44 e qendresës këtu në bulevardin e Lirisë, i gjithë Shqipëria thërret, ju erdhi fundi për sektin e anti-shqiptarisë. Ata vazhdojnë të ngrejnë dronët e tyre për të na numëruar si Gjermani Vaftit, por u kujtojmë tradhtisë se kjo nuk është më një çështje numrash, ne çështjen e numrave tashmë e kemi fituar. Ky shesh është i njëjtë me depot e farave të gjithë bimëve të planetit që është në Svalbard, në polin e veriut. Ky shesh nuk është më numër, ky shesh është fara e garancisë e protestës. Ky shesh është fara e cila me një shi të vetëm e përmbyt tradhtin, e përmbyt anti-shqiptarin dhe e përmbyt çdo lloj plani zullumqar për ta shkatëruar protestën dhe për t'i dhënë shkelmin e fundit Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kjo është depozita e cila nuk shteron kur dhe është aty brenda garancia e kësaj proteste. Këtu është fara, këtu është fryma, këtu është qendresa. Nesër, pas nesër, në verë, në dimër, në shi, në borë, në vap, deri në fund, derisa të shkulet tradhtia. Nesër më shumë.